Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Çasti të vërtetës. Ka është çasti të vërtetës? Kush ta shpjegon ty plotësisht çastin e të vërtetës Kiametin? Themudi dhe Adi e kanë përgënjeshtruar Kiametin. E populli i Themudit është shkatëruar me një ulurim britmë të madhe temruese. E populli i Adit është shkatëruar me një furtunë të hatashme, e cilën Perëndia ua ka dërguar atyre 7 net dhe 8 ditë, pareshtur e ku mund t'i vëreshin njerëzit e përmbysur si trungje të humeve të kalbura. Apo shej mos ka mbetur kush prej tyre? Ka ardhur faraoni dhe ata para tij, si dhe populli i Lutit me gabimet e mëdha, dhe e kundërshtuan të dërguarin e Zotit e tyre, andaj Perëndia i ka dënuar ata me dënim të ashpër. Ne, kur vëshojgu i madh, ju ngarkuam juve në anije, për t'ju bërë këtë juve mesim dhe që të mbajnë mend veshët e atyre njerëzve të dishëm, e kur të fryej njëherë buria, e toka dhe malet të bartën e të copëtohen nga një shpërthim eksplodim. Atë ditë do të ngjajë dita e Kiametit, dhe do të qohet qielli, e atë ditë do të jetë i thyeshëm, dhe engjëjt do të rrinë anëve të qiellit, kurse atë ditë 8 grupe engjësh do ta mbajnë ashin fronin e Zotit tënd. Atë ditë do të priteni paraqiteni ju, dhe asnjë fsheht si e juaj nuk do të mbetet e pazbuluar. Atij që jepet libri i veprave të tij në dorën e djathtë, do t'ju thotë të tjerëve që lexoni librin tim. Unë kam qenë i bindur se do të paraqes llogari. Ai është në një jetë të këndshme, në një kopsht të mrekullueshëm, frutet e të cilit janë të urët afër duarve. Ju thuhet atyre, ju bafshi mirë ushqimi dhe pijet për veprat që keni punuar në ditët e kaluara. Atij që jepet libri i veprave të tij në dorën e majt, do të thotë: mos të më ishte dhënë libri im, dhe mos të kisha ditur për llogarinë time. Të kisha qenë i vdekur të mos isha ringjallur. Pasuria ime nuk më solli dubi, dhe falimentoj fuqia ime. E atyre u thuhet: kapni ata dhe lini në pranga. Pastaj në skter fërgoni, e mande lini në zinxhir prej 70 kutësh, sepse ai, me të vërtetë, nuk ka besuar Perëndinë e madhërueshëm, dhe nuk ka nxitur të ushqetë varfërit të shkretë. Prandaj, ai, sot këtu, nuk ka mik të dashur, as ushqim tjetër përpos qetësirës, të cilën e han vetëm fajtorët jo besimtarët. Unë betohem me atë çka shihni ju, dhe me atë që nuk shihni. Me të vërtetë, ajo Kurani është fjala e shpallur profetit të shenjtë, e nuk është fjalë e poetit. Pak ju besoni, e as nuk është fjalë e ndonjë magjistari faltori, pak po mendoni ju. Kurani është i zbritur nga Zoti i gjithësisë, sikur të kishte trilluar Muhamedi diçka prej fjalëve në llogarit to. Ne do ta kapnim atë për dorën e djathtë, dhe do t'i aprenim arterien e zemrës, dhe askush prej jush nuk do të mund ta mbronte prej këtij dënimi. Me të vërtetë, ai Kurani është këshill për ata që dëshirojnë zbatimin e urdhrave dhe të ruhen prej të keqjave. Por ne, me siguri, e dim që ka prej jush përgënjeshtrues. Me të vërtetë, ai Kurani është fatkeqësi për mohuesit. Por ai Kurani, padyshim, është e vërtetë e pamohueshme. Prandaj, falenderoj me emrin e Zotit tënd të madhërueshëm.